Unë duke falë, më ka ndodhë, jo për tradhti, për në temat ndryshme, duke falë të tjeret, një herë, 2-3, ka ndodhë dhe kom lëndu vetën temë, duke falë të tjeret dhe më thonë e kom lëndu vetën temë, so që jam detyru me marrë edhe medikamente dhe kom po vetën kom thonë, wow, që ashtu ndodhë me mu, unë po jepi mësim dikuj tjetër, a vetën temë po e lëndoj, jom munu një aspekt me përmirësu në ashta, po jom munu... Ti ke qenë viktim. Mungeseve të respektit. Po. E kom të pru, do me thonë të fole, e kom të pru. Të gjithë e kemi afërsisht përvoja të natyrës... është të shpërnda me këgjat e na. Me lëshu i dhënimin, me lëshu, mos me majt i dhënimin, po jo me prit që partneri mund ndryshu. Me falë, pa prit që a i kam vetëm pak. Në momentin që të ndryshu dikush. Me falë... Ta spjegoj të shlem se thonë për du me falë. Lem, me falë, po mos me prit që a i ndryshon edhe e ki falë në atë moment që e në gjendje mi thonë falimderit. Falimderit që më ke lëndu se më ke bo njëri më të mirë. Kjo është arsyeja, kjo është... Shtë e kompëretu une që përthu. Në këtë fazë, atëhere din që ja ki falë. Kur je në gjendje mi falimderu edhe me kuptu se pjekuria emocionale është kur ti e shef veprimin e keq, e shef, e identifikon, e kupton, është pjekuri emocionale, ti e kupton pëse pi bëna i tjetri. Qatë lëndim, e kupton, edhe fundi është kur ti e falimderon që ta ka voqat zez, faqja zez, po si dhe që tjetë, kalzona, si funksionon karma. Folim, na tregoj ati feti që... Ka shumë spjegime për karma? Na tregoj, jo. Shumë se në iman në spjegime për karma. është spjegume gabim. Në media tona, karma është spjegume gabim. Për që ato po të lusë, nëse ke pak... Unë e kësha spjegu me fizike, kësha spjegu shumë thjesht. Kalzoj ati feti që aj i cili vetëm... Gjdo akcion e ka reakcion. Aj i cili lëndohet është më keq se sa aj i lënduari. Aj që ka lëndu është më keq se sa aj që është lëndu. Tash, si funksionon në këtë... Po të kalzova në gjdo akcion e ka reakcionin e vetëm. Problemi është që na kena problem në krejt botën, dikun 40% popullësi se e përmene narcisizmin përzit. Jënë edhe njerës, si të mësë në pozitat që jënë narcisista, po flasë për njerës që jënë pozitat në dhaja në botë. Jo i shkën për shtati dikujna pse i vynë për krishtësi njerës jo empatik me pas. Për me, atë japë, që shpo shkën bota në kohë të shku për mirë. Problemi tjetër është që narcisizmi nuk është smundje me të lindën, sikur shizofrenia. Një ditë tjetër flasë për narcisisti krijohet prej prindit. Në është fëmijë i traumatizum. Edhe në aspektin spiritual tani mundemi me spjegu. Ka dhe predispozit genetike. Balaj ju, shumë pak, po okej. Ajo është se cili kemi drejt me shprej ato përvojat e tona edhe respekt për mendimet e krejt.